Kalimit të viteve çdo përvjetor për ata që humbën më të dashurit e tyre mbetet krejt i njëjtë për dhimbjen që bati në vete, dhe i vetmi moment që i gëzohen është fakti i pavarësimit të vendit që shihet si garancë se çmimi i flijimit është një ardhmë më e mirë për brezat e rinj. Bukurie Dema i ka pritur edhe këtë përvjetor shtrëngimdore duke ndarë me gjithë vizitorët e Glloxhanit dhimbjen që vështire përballon me 4 fëmijët e saj. Mas shumë për fëmijë jam shumë e mërzitshme. Masi pavarësia inshallah ma gëzojnë tasin ra këtë vend. Kam 3 qika një djallë. Burin ma ka njërë meje, unë e tisha kom prapës mojnë vetë. Ka të sanë se jam shumë e mërzitshme. Për ulljet pranë të rëndve për lirin kanë rikthyer edhe një herë në të kaluarën Dugagjini në ditën kur shënon 12 vjetorin e epopesë UÇK-s për këtë zonë dhe 11 vjetorin e ndërhyrjes së forcave ajrore të NATO-s në Kosovë. E derisa është thënë në këtë tubim se 24 marsi Dugagjinit në çdo mënyrë lidhet me 5 marsin e Prekazit, datë kjo që qartësonte rrugën e popullit Kosovës edhe në sytë e botës, të pranishmit janë përshëndetur edhe nga Rifat Jashari. Sot jemi në 12 vjetorin e epopesë të lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe rrëdhinën e Dugagjinit të Kosovës dhe të marrë shqiptarisë. Ju faleminderit për fjalën, lavdien dhe dëshmorëve të kombit. I bindur se në datën 24 mars janë bënë shprehje gjithmonë vlerat më të mira të popullit, kreu i AK-s Ramush Haradinaj tha se është nder të plitet në një ngjarje të tillë, ku takohen krejt natyrshëm 2 periudha, 24 marsi 98-s, kur UÇK po përballej me luftë për liri dhe 24 marsi 99-s, kur me ndërhyrjen e NATO-s përfundimisht do të çlirohej vendi. Në 24 marsin e sotën muj me marrë obligim që në obligimet e reja që i kemi në vend, vinë shprehje detyrët më të mira, vlerat më të mira tonët, duke ditë se vendi varet pikërisht prej nesh. Në manifestimin e organizuar me rastin e 12 vjetorit të epopesë UÇK-s për Dugagjin dhe 11 vjetorit të ndërhyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë, janë rikujtuar vlerat e luftës së UÇK-s, ndërsa takimi është parë si rast i mirë ku të gjithë, pavarësisht pozitave që bati në supe, të mblidhen në një vend në shenjë derimi për të rënët.